Përshëndetje miq, reagim përsëri për Zvërnecin ose për Shqipërinë. Tashi, e para punës vjen mirë që kanë filluar disa zërat, që kanë logjik, kanë arsye. Disa zërat mençur të flasin se sa i rëndësishëm është ky investim. Do të fillojnë të demaskojnë, avash që kjo protestë është komplet agjenturore dhe anti-shqiptare. E dyta, doja të luftoja pak narrativat fake të falso që janë ndërtuar mbi këtë me protest. E para punës, narrativa më e madhe, qendrore fare, është ajo për ambientin. Nuk qendron. Pse nuk qendron? Sepse e para punës në Shqipëri nuk ka ambientalist. Që t'jenë realisht me shpirt ambientalist. Një, dy që njohun personalisht nuk janë fare në protest, që realisht e duan ambientin. Po pjesa tjetër e jona, as nuk e kupton fare çfarë është ambienti. Se po ta kuptonin, nuk do ishte Shqipëria mbuluar me plera nga jugu deri në veri. Kështu që raporti me ambientin miq është për të dëshiruar. Le shumë për të dëshiruar. Fatkeqësisht, mirë ishte do ishim gjithë ambientalistë, po ja që nuk jemi. Edhe ato që dalin sot shesh me pro ambientin, as besoj që këto ditë kanë mësuar se çfarë do thotë fjala ambientalist. Për mua ato janë tipik shqiptarë që t'i hedhin ato plerat nga balkoni. As kanë fare lidhje me ambientin. Shqipëria është mbushur me plera, kështu që ambientalist Shqipëri nuk ka. Këto janë ambientalist. Narrativa e dytë fake. Titulli i pronësisë, këtu shoh shumë një trembje të madhe nga njerëzit, po erdhën, e morën, e blen, e morën me vete, e bën rrethun me gardh, ku diun, krijun shtet brenda shtetit, marr zira nga më të ndryshmet. E para punës do të kuptoni diçka mbi titullin e pronësisë ose mbi pronën. Fatkeqësisht në Shqipëri prona është problem shumë i madh, dhe për mendimin tim ka filluar që para pushtimit osman. Dhe tu prona është një problem 100 vjeçar. Pastaj u rikonceptua komplet pjesa e pronës me diktaturën, pat një koncept komplet tjetër mbi pronën, shtetëzimi e shumë gjëra tjera, që pat impakte të tjetër në fushën sociale, ndoshta ekonomike. Pastaj nga 90-ta këtej u rikonceptua po për sprapthi pjesa e pronës, domethënë me 7501-shit, domethënë sot kemi aktualisht, domethënë pronar të ligjshëm me letra për një pronë 4-5 pronar për një pronë. Një pronë me 4-5 pronar, kupton çfarë bëhet në Shqipëri? Kjo është realiteti me pronën në Shqipëri. E gjithë janë me letra. Kush e ka nga gjykata, kush e ka nga kadastra, kush tjetër e ka zatuar me forcë, kush tjetër e ka me letra trashëgume që nga koha e Zogut, ka një tjetër ka që nga koha e Turqisë. Ka edhe të tjerë që i kanë me letrat e diktaturës. Hajde ta zgjidhim këtë. Prona është problem, për mua prona është e shenjtë, edhe kjo gjë kërkon zgjidhje, por kërkon edhe kohë që të zgjidhet, edhe zgjuarsi për të zgjidhur. Nuk mendoj që është një lëvizje e mirë apo e zgjuar që themi ne tash dëgjoj ne sa zgjidhim pjesën e pronës, po ju rrini herë, shkon këto investime shkojnë diku tjetër. Se ne nuk i duam se kemi probleme me pronën, jo, investimet duhet të vinë. Paralelisht duhet merrem edhe me pronën, duhet ta trajtojmë pronarin si të shenjtë, pa diskutim. Kështu që për titull pronësisë do kuptoni që ka shumë shqiptar në botë që kanë titull pronësie. Ka më mira. Në përbot, kapim Amerikën me që ky është investim amerikan. A dini sa shqiptar ka me titull pronësie në Amerikë, qoftë si individ dhe qoftë si biznesmen, sa dush. Po çai bie kjo sipas logjikës ju miope që këtu tashi ato shqiptar, domethënë atje pas e mor pronën dhe pas e bën shtet brenda shtetit, apo e morën pronën me vete dhe sonë në Shqipëri, ç'është kjo? Ç'është kjo logjika? Po normal që të vinë investitori huaj këtu. Do investoj, do marrë titull pronësie, po nuk do marrë pronën në traget me vete dhe ta çojë në Amerikë. Sazani nuk do marrë me vete dhe ta çojë në një shtet tjetër. Ç'është, ç'ai jeni më? Çfarë bëhet këtu më shumë? Jo po e rrethoj, po normal që e rrethoj, mo ti ke një baxhe të vogël e rrethon. Ç'është kjo? Se e rrethoj nuk do të mori për vete. Po ku keni pa pronë private që nuk është e rrethuar? A jeni interesuar? Një narrativ tjetër, ky s'është investim amerikan, po është i shtetit amerikan, po është ore njerëz që jetoni një dimension budallesh. Ku ka Amerika, ku ndërtoi Amerika rezorte më, si shtet? Ku keni pa shkoj Amerika ndërtoi rezorte nëpër botë? Po privati pra i bën, investitori privat. Edhe ky qelloj që të jetë investitor amerikan privat, krejt normale. Plus, pjesa më e rëndësishme nuk është dikush i dokudo, është dikush i shumë i rëndësishëm. Me një peshë politike shumë të madhe në botë, sot për sot, po edhe nesër. Edhe kjo na ndihmon edhe për diçka tjetër, që është një kundërpeshë për të na ndihmuar në konfliktin që kemi me Greqinë për ujëra territoriale. Kuptoni ju apo nuk kuptoni ju?
Mor blogger ato të shmendur që jetoni vetëm për like në Facebook. Edhe që tërhiq një ignorantët pas vetës. Tani, dalim te pjesa e çfarë përfiton ekonomia, çfarë përfitojnë shqiptarët. Po ku do bëjnë në plazh? Plazhe ka plot Shqipëria, më. Plazhi nuk është vetëm Zvërneci, më, edhe ngelen pa plazh. Shqipëria është mrekullueshme nga jugu në veri për plazhe. A keni takat dhe mundësi me bë plazh? A keni lek me bë plazh? Kjo është e rëndësishme. Apo bloku Zvërneci tash, po ju sot ato që janë në shesh sot kanë marrë vesh pas ka një vend me emrin Zvërnec. Po si më çfarë profitojmë ne? Profiton ekonomia, më. Ekonomia lokale, ekonomia kombëtare. Profiton blegëtoria, bujësia, prodhimtaria, shërbimet. Gjitha këto thithin lek. Lekët përkthehen në investime. Investime në shëndetësi, investime në infrastrukturë, investime në ushtri, investime në rent, investime në arsim, investime në pensione e tjerë. Si çfarë profitokëm ne? Jo po e bëjmë vetën, çfarë do bëjmë me vetën? Maksimumi që kena bërë deri tani ne është kush i ka këto 5 miliard dollar që i bëgëm ne vetë. Çfarë kena bërë ne deri tash? Zap këto, vetë sa shazllon aty dhe do bëjmë ne vetë. Ky është turizëm elitar. Turizëm elitar do thotë rroga elitare. Turizëm elitar do thotë që për ato vende pune të tilla unë shkojmë të konkurrojmë. Sepse janë rroga elitare. Dhe më besoni s'kan për të lësh shqiptarët të huajve ato lloj rrogash. Ja, këtu kemi qenë nëse realizohen këto projekte. Pastaj çka keni me Vlorën? O, follësirë. Çka keni me Vlorën? Vlora me aeroport. Vlora me korridorin e 8. Vlora me këtë super investim që do transformojë Shqipërinë, jo vetëm Vlora. Që do jetë një piknisje për investime tjera për të ardhur pas kësaj. Vlora po shndrohet një super fuqi ekonomike për gjithë vendin. Dhe nëse to investime ecin siç duhet, mbas 15 vitesh, 10 vitesh do shikoni si do transformohet Vlora. Që ti dhe unë shkojmë punojmë në Vlorë, nëse e dashkeni vendin dhe ambientin kaq shumë. Që fëmijët e mi dhe fëmijët e tu shkojnë punojnë në Vlorë, dhe mësoni pastaj apo na ikën fëmijët i duhet rrokisnin vendet e punës me potencial shumë madh. Se janë vende pune që nuk duhen në përkëmbur. Pjesa tjetër, këto që janë sheshe sot, besoj që sot kanë kuptuar ose kanë mësuar se kush është presidenti i vendit. Se shumë nga këta kryesorët as nuk e dinin para një jave se kush ishte presidenti i vendit. Edhe artikulimi i tyre të lë shumë për dëshiruar. Janë njerëz që kanë dalë nga hiçi. Janë njerëz që nuk e kanë aberin se si funksionon shteti, ekonomia, turizmi, çfarë është izolacioni. Nuk ja kanë haberin asgjë. Është një tuf budallish që po përdoret, po edhe ato po përfitojnë ndërkohë. Edhe më vjen mirë që shumë nga ne po e kuptojnë që kjo është një lojë agjenturash, sepse kemi bëjmë fytyra që s'kemi parë ndonjëherë. Anonim. Që na bën gjë ambientalist brenda natës. Ka dhe disa nga ato protestues budalli që rrinë aty, protestuesit e përjetshëm, që i ke vetëm sheshë që s'kan punë tjetër. Po ka rrymë të ndryshme brenda asaj protestës. Një frymë e madhe anti-amerikane, një frymë e madhe antisemite, një frymë e madhe antikombëtare, një frymë e madhe anti-shqiptare. Edhe kjo s'mund të jetë Shqipëria e re. Kjo mund të jetë Shqipëria e budallëve, po jo Shqipëria e shqiptarëve që e duan në vendin. Shikoni Malin e Zi, sa gjysma janë. Keni dëgjuar ndonjëherë malazezët ankohen për varfëri? S'kan ilaçe, s'kan këtë, s'kan atë, jo. Se e kanë zgjidhur me turizmin. Edhe janë sa gjysma janë. Din të thithin kapital të huaj. Po ato pse japin ato vendet, portet, aeroportet, ose janë gjë budallë? Zgjuarësia sot është të thithësh kapital. Kapitalet përkthehen në investime. Investimet përkthehen në mirëqenie. Kështu që për ta përmbyllur, kam një thirrje për institucionet e drejtësisë. Nëse ky investim shpresoj që kur mos ndodhi, se do ishte një goditje të mëshme për Shqipërinë. Nëse ky investim shkon diku tjetër, bëj thirrje që gjithë këta që janë sheshe sot kundër këtij investimi të ndiqen penalisht. Sepse po i bëni realisht gropën Shqipërisë. Në çdo aspekt mundshëm. Po e minoni në çdo mënyrë.
Në çdo mënyrë të mundshme po e minoni. Po e minoni të tashmen, po e minoni të ardhmen, me ignorancën e juaj, me fotullikun e juaj. Nuk është politika, nuk është ekonomia, Instagram apo TikTok. O njerëz. Këtu bëhet fjalë për Shqipërinë. Dhe nëse e shikojmë paketa e maleve, pavarësisht problemeve të pronës, po paketa e maleve si koncept. Investimet e tjera mallështore në Bregdet që nuk kanë bëjnë vetëm me Sazanin. Sazani dhe Zvërnezi është fillimi i këtyre investimeve. Ka projekte të tjera mallore që do vinë më mbrapa. Edhe nëse për një moment mendojmë dhe kuptojmë konceptin e këtyre investimeve në Bregdet, Sazan, Zvërnes e disa të tjerë si puna këtyre, përfshirë paketën e maleve, turizmin malor, edhe turizmin e përgjithshëm për Shqipëri. Shqipëria do jetë diçka që asnjë nga ne nuk mund ta imagjinojë dot sot për sot. Diçka tjetër në një nivel komplet tjetër. Edhe për këtë bëhet realisht lufta kundër Shqipërisë. Plani i afatgjatë i kësaj lufte, i këtyre protestave është pikërisht të godasin në zemër investimet mallore në Bregdet dhe paketën e maleve. Sepse këto investime së bashku do i hapnin Shqipërisë një perspektivë të pa imagjinuar, të pa menduar. Një potencial i jashtëzakonshëm që vetëm koha do ta tregojë. Kështu që forca për ato shqiptarë që e duan vendin, të ndajnë narrativën fake, ato falso, nga realiteti. Realiteti është që na duan investime për t'u ringritur. Mos bijem pre apo viktim të budalliqeve, të idiotësirëve që dëgjojmë nga lloj-lloj gomari. Ju përshëndes dhe do mbetemi akoma me Zvërnecin. Do vazhdoj kjo histori. Po shpresoj që të marrë fund shumë shpejt për mirë. Sepse Shqipërinë nuk mund ta minoni asnjë nga ju anonim.